Përshëndetje, jeni me emisionin El Sonriente edhe mirë se veni në episodin e dytë. Shpresoj që ju ka pëlqy epizodi I parë edhe po besoj që keni hi të gjithë me pa, keni hi me pa. Edhe mos harroni me bë subscribe kanalin në YouTube-s, njëjtën kohë edhe më bë follow mu në TikTok. Kështu që ky epizod do të jetë plot surpriza, sepse kam shumë gjana mi o tregu. Njëtën kohë keni me vizitu shumë ende të ndryshme edhe diçka sene të reja. Kështu që rreni edhe shikoni episodin. Për tani kam nevojë për ushqim, sepse nuk ka jetë pa ushqim, unë nuk muj me jetu pa ushqim. Njerë me mush brit buk e mandej me vazhdu me aktivitetin e ditës. Kështu që shihemi. Pa buk nuk ka jetë, dyqysh edhe kjeri pa benzin nuk ec. Njëtën kohë edhe njeri zdi dyqysh me më ka në unë të ne buna në rëvaz. Më kap një pa nervoze, sikur njerë që nuk muj pa cigare, nuk muj pa do gjona tjera, unë e kam për buk. Për ndryshe, tash jam të shku tek gjirimet e një filmi të një kolegu tem, të Arlindi, kështu që hajdini me mu me I pa prapaskenat e filmit ti. Të vjetë për momentin janë të gjiru disa skena të filmit Dy Zogj Një Gur me aktor Shension për ndryshe av nivotin. Ta Kate Vojka, Ulsa, pjesëtar të ekipës. Çka trajton filmi? Filmi trajton për një varmes I cili është vrasës me pagesë. A mund është me na tregu pak a shumë se që shpërshkon procesi? Që shpërshkon procesi, rritën me nalën të djemë. Rritën, se? Që u knaqe me ta. Knaqësi me punu me këta djemë të rije, këtë vojza, plot energji, plot pozitivitet. Interesant me të pa që... Po më rinujnë edhe mua. Po, interesant se ne jam mësu me humorin tonë, gjithashtu edhe këqin pjesë... Në humor, unë është shumë serios, në humor s'ko bo ku. Po, ishtë këtë pa në kafenen tonë, e njëtën kohë edhe në shumë skeqe televizive. Po mbot qefi shumë që pjondimon edhe studentave, njëtën ku pusham si Arlindi për me diplomu, me bo... Këto kemi obligim moral, edhe bëj me knasi. Që sa vite ke bo këtë punë? Prej mas luftës, duja se ma gjë dhe para luftës të secili student që këmë posë ftesë, une ju këmë përgjegjë pozitivisht ftesës të gjithë studenti. Do të kemi obligim moral. Një mesazh për këtë shikus të emisionit El Sonriente. Përshëndetje, ju du shumë gjithve. Unë jam Renesa, jam setin e filmit Dy Zogj Një Gur. Këtë film e kam rolin e skripterës, dhe më thonë në muaj shënime për çdo skenë që është u kry, çdo shot që mirët, edhe deri tash është situata pak kaotike, po që shtu shkon çdo set, po besoj që kena më të knaqe edhe filmi Arlindit ku më dolë. Sepse Arlindi është shoku jam, edhe njëtën kohë e kam kolegë. Paspori, unë se mora rrës shke emisione së ndër dhe El Sonriente. E të kuftyja letë Sonriente, më nuk e thunë ti mua. Çfarë mendon për filmin e Arlindit? Unë nuk e di tematikën, veç u marrë me I pa gjirimet, kështu që... Si të duket atmosfera? Atmosfera është shumë e bukur, energji tepër e mirë, një ekip tepër energjike, edhe po besoj që ky film ka me dalë bukur, e unë përpres me ardhë, ma po ftesën, me ardhë me pa filmin. A bën pa ftesë, a bën pisudit. Po tash nuk e di kure publikon një filmin, po njëtën kohë e pres ftesën. Thajsha, bërë resën tjetër, regjisor, filmi, po lese lodhësh bosh për kërkon heqë, vëlan në lokacion gjërimëve.
Tani jemi rrugës për tek teatri Oda me pa një shfaqje që ka ardhur prej një ekipe nga Austria. Është një vepër që flet me gëzim për dhimbjen dhe shtypjen që shumë gra përjetojnë çdo ditë, shpesh në heshtje. Në minutat e para publiku u përball me një atmosferë të fortë emocionale, ku aktorët sollën histori të ndjera për presionin që gratë ndjejnë për të qenë të sjellshme, të bukura, edhe për të mos treguar shumë ndjenja. Në skenë u paraqiten momentet nga përditshmëria, po shfaqja kombinon ironi, poezi dhe të vërteta të hidhura, nga rrjetet sociale deri te bukuria toksike, nga dëshira për pranim deri tek rrënimi emocional. Çdo skenë flet për realitetin e grave sot. Kulmi i shfaqjes është një sekuencë tronditëse me statistika për femicidin, vrasjen e grave për shkak të gjenisë, një kujtesë e fortë se kjo nuk është vetëm art, por një pasqyrë e realitetit. Shfaqja Drimon nuk je përgjigje të lehta, por na le me pyetje që nuk harronte. Faleminderit që po qëndroni me emisionin Elson Riente. Tash jam komar të shtëpisë, mi po. Kështu që sa herë që vi të shtëpisë, domethënë është e pamundur mos më ardh me vizitu Dan Rëzhe. Kështu që kom fol me Dan Rëzhe edhe i kesh një 2 musafer tepër të rëndësishëm në konakën e tij, kështu që hajdini me mu me shku të Dan Rëzhe edhe mja vizitu musafert. A jo musafir të atje? A shkoj t'i vizitoj? Hajde se po shkoj. Dar është i ka bler një 2 viqa edhe janë antarë të ri. Përshëndetje! Hello! A jeni mirë? A jeni lodh? Ku çfarë e po veka? Deri sa të hanë Dar është dhe buk, se ka të hangër buk, keni me zhvillu një intervistë të shkurt me ta. Për ndryshe, Dar është edhe pleqnar, për shembull, kur kanë kështu probleme familjet, ndarje ose belash, diçka, kë shkon i bajton. Edhe po, domethënë është push këtë Dar është. Ç'është? Ku e ki gjatë këtu? Ta hong, sa hije po të kanë marrë flak. Shumë mirë, Allah ja. Pasha zotin, edhe ti Me kulis me Imrana? Koni kisha 300 kila. Kush i ka 300 kila? Për hajr Dar është këta shokët e ri, kush janë ata? Ata janë, njoni janë Sergjoni, njoni Muhameti. Muhameti s'ka ardhur sot. Faleminderit shumë. Gjithashtu kalofshim. Faleminderit. A do me kalu? Faleminderit. E tani është koha e tapetit koq, kështu që ta shohim se kush e ka fatin me kalu të tapetit koq. Hajde me mua. A mund është me kalu? Hajde, një para kalim, hajde.
qa dush, desh këse, vishe bo një paragalje. Thanks, faleminderit shumë. Hajde. A përdojnë me parakalu, me ecë? Se? S'koka, koka për gut kjo. Vazhdojnë atutje. Kolera po... A po doni me vazhdu të edhe piku i të kuq me ecë? Please, hajde! Më falni?